Në ditët e Herodit, mbretit të Judes, ishte një prift me emrin Zakaria, dhe gruaja e tij ishte prej të bijave të Aronit dhe quhej Elisabet. Dhe që të dy ishin njerëz të drejtë, që mbanin urdhërimet dhe ligjet e Perëndis. Por gruaja e Zakaris, Elisabeta, ishte shterp, pra ata nuk kishin fëmijë dhe të dy ishin të kaluar në moshë. Një ditë, Zakaria po ushtronte shërbesën e tij priftërore përpara Perëndis dhe mbarturma e popullit ishte jashtë duke u lutur. Atëherë, një engjëll i Zotit ju shfaq duke qëndruar në këmbë në të djathtën e altarit të Temjanit. Zakaria, kur e pa, u trondit dhe e zuri frika, por engjëlli i tha: "Mos u tremb, Zakaria, sepse lutja jote u dëgjua, dhe gruaja jote Elisabeta do të lindë një djalë, të cilit do t'ja vësh emrin Gjon. Dhe ai do të jetë për ty gëzim dhe hare, dhe shumë vetë do të gëzohen për lindjen e tij. Sepse ai do të mbushet me frymën e shenjtë që në barkun e nënës së tij, dhe ai do t'i kthejë shumë prej bijve të Izraelit tek Zoti, Perëndia i tyre." Dhe Zakaria i tha angjëllit: "Si ta besoj unë këtë, sepse unë jam plak dhe gruaja ime është gjithashtu e kaluar në ditët e saj." Atëherë engjëlli, duke ju përgjigjur, i tha: "Unë jam Gabrieli që rri në prani të Perëndis dhe jam dërguar të flas me ty dhe të njoftoj këto lajme të mira. Dhe ja, ti do të jesh i pagoj dhe nuk do të flasësh deri atë ditë kur do të ndodhin këto, sepse nuk u ke besuar fjalëve të mia, të cilat do të përmbushen në kohën e tyre." Në atë kohë, populli ishte duke pritur Zakarian dhe çuditej që ai po vonoi aq shumë brenda tempullit. Pas pak, Zakaria doli dhe kur pan se ai nuk mund të thoshte asgjë, ata e kuptuan se ai kishte parë një vegim në tempull. Atëherë, ai u bënte shenja atyre dhe mbeti i pagoj. Dhe ndodhi që, kur u plotësuan ditët e shërbesës së tij, ai u nis për në shtëpinë e vet. Pas kësaj, Elisabeta, gruaja e Zakaris, u ngjiz dhe u fshe 5 muaj duke thënë: "Kështu më bëri Zoti, në ato ditë kur e ktheu vështrimin e tij mbi mua, për të më hequr turpin përpara njerëzve." Në muajin e 6 të shtatzanisë së Elisabetës, engjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galiles, që quhej Nazaret. Aty jetonte një virgjëresh, Maria, e cila ishte fejuar me një burr të quajtur Jozef, nga shtëpia e Davidit. Dhe engjëlli shkoi tek ajo dhe i tha: "Përshëndetje o hirplot, Zoti është me ty, e bekuar je ti ndër gratë." Por ajo kur e pa, u trondit nga fjalët e tij dhe parsyetonte se ç'lloj përshëndetje ishte kjo. Dhe engjëlli i tha asaj: "Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndis. Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzan dhe do të lindësh një djalë dhe do t'ja vësh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet biri i më të lartit, dhe Zoti Perëndi do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij, dhe ai do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit për jetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë të sosur." Dhe Maria i tha engjëllit: "Si do të ndodh kjo, derisa unë nuk njoh burr?" Atëherë engjëlli duke u përgjigjur i tha: "Fryma e shenjtë do të vijë mbi ty dhe pushteti i më të lartit do të mbulojë me hijen e vet. Prandaj shenjti që do të lindë prej teje do të quhet biri i Perëndis." Dhe ja, Elisabeta, farefis yt, edhe ajo në pleshërinë e saj mbeti shtatzan me një djalë, dhe ky është muaji i 6 për atë që e quanin shterp, sepse për Perëndin asgjë nuk është e pamundur. Atëherë Maria tha: "Ja shërbëtorja e Zotit, le të më ndodhë sipas fjalës sate." Pastaj engjëlli u largua prej saj. Maria i ishte premtuar Jozefit, por para se të bashkoheshin, u ngjiz shtatzan prej frymës së shenjtë.
Por Jozefi, burri i saj, ishte një njeri i drejtë dhe ai nuk donte ta poshtëronte botërisht dhe vendosi ta linte Marian fshehtas. Por një ëngjëll i Zotit ju shfaq në ëndër dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marin, gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është prej frymës së shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë dhe do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit me anë të profetit Isaia, duke thënë: Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzan dhe do të lindë një djalë dhe do t'i vënë emrin Emanuel, që e përkthyer do të thotë Perëndia me ne. Dhe Jozefi, si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar engjëlli i Zotit dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Me kalimin e kohës, Elizabeta lindi një djalë. Dhe fshinjët dhe farefisi i saj ishin të lumtur dhe të gëzuar. Dhe ndodhi që të 8 ditë erdhën për ta rrethprer djalin dhe donin ta shuanin Zakaria sipas emrit të atit të tij. Por Elizabeta u përgjigj: Jo, do të quhet Gjon. Dhe ata i thanë: Askush nga të afërmit tuaj nuk quhet me këtë emër. Kështu me shenja e pyetën të atin si donte ta quante. Zakaria kërkoi një tabel shkrimi dhe shkroi emrin. Emri i tij është Gjon. Dhe të gjithë u mrekulluan. Në atë çast goja e tij u hap dhe ai mundi të fliste duke bekuar Perëndin. Të gjithë banorët aty pranë zuri frika dhe në mbar krahinën malore të Judes flitej për këto gjëra. Atëherë ata që i dëgjuan këto gjëra i mbajtën në zemër e thanë: Vallë, ç'do të jetë ky fëmijë? Dhe dora e Zotit ishte me të. Zakaria, ati i tij, u mbush me frymën e shenjtë dhe profetizoi duke thënë: Bekuar qoftë Zoti, Perëndia e Izraelit, sepse e ka vizituar dhe i bëri shpengim popullit të vet. Dhe ti, o fëmijë, do të quhesh profeti më të lartit, sepse ti do të shkosh përpara fytyrës së Zotit për të përgatitur udhët e tij, për t'i dhënë popullit të tij njohurinë e shpëtimit në faljen e mëkateve të tyre. Ndërsa fëmia rritej, forcohej në frymë, dhe ai jetoi në shkretëtir deri ditën e shfaqjes së tij para Izraelit. Në atë kohë, shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit për të regjistruar gjithë popullsinë, dhe duhej që të gjithë të shkonin secili në qytetin e vet për ta bërë këtë. Por edhe Jozefi doli nga qyteti Nazaretit të Galiles për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit, që quhet Betlehem, për të regjistruar bashkë me Marin, gruan e tij të premtuar. Maria ishte tashmë shtatzan dhe gati për të lindur, kështu që ajo endej duke kërkuar një dhomë për të qëndruar. Por nuk kishte dhoma të lira për të qëndruar. Kështu që ajo lindin një fëmijë në një stall, të cilin e mbështollën me pelena dhe vendosën në një grazhd. Në të njëjtën kohë, në poja të krahin, ishin disa barinj që rrinin jashtë, në fusha, dhe natën ruanin kopen e tyre. Dhe ja, një ëngjëll i Zotit ju paraqit atyre, dhe lavdia e Zotit shkëlqeu mbi ta. Ata i zuri një frikë e madhe, por ëngjëlli u tha atyre: Mos u friksoni, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Dhe kjo do t'ju jetë si shenjë: ju do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me pelena dhe të shtrirë në një grazhd. Dhe me një herë pastaj, ëngjëlli ju bashkua një shumicë e ushtrisë qiellore që lëvdonte Perëndin, duke thënë:
lavdi Perëndis në vendet më të larta dhe paqe mbi dhe, pëlqim ndër njerëzit. Pasi u larguan ëngjëjt, barinjt i thanë njëri tjetrit: "Le të shkojmë deri në Betlehem për të parë ç'ka ndodhur dhe ç'na ka bërë të ditur." Barinjt shkuan tek Maria, Jozefi dhe foshnja në grasht dhe u treguan atyre atë që engjëlli ju kishte thënë për foshnjen. Maria i mori në zemër të gjitha këto fjalë dhe i kujtoi. Dhe barinjt u kthyen duke përlëvduar dhe lavdëruar Perëndin për gjithçka që kishin parë dhe dëgjuar. Në atë kohë, dietar nga lindja erdhën në Jeruzalem dhe thanë: "Ku është mbreti i judenëve që ka lindur? Sepse pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm ta adhurojmë." Por mbreti Herod, kur dëgjoi këto fjalë, u shqetësua dhe mbarje Jeruzalemi bashkë me të. Atëherë Herodi i thiri fshehurazi dietarët dhe i pyeti me hollësi rreth kohës së shfaqjes së yllit. Pastaj i dërgoi në Betlehem dhe u tha: "Shkoni e pyesni me kujdes për fëmijën, dhe kur ta gjeni, më njoftoni, që të vi edhe unë ta adhuroj." Dhe ata, pasi e dëgjuan fjalët e mbretit, u nisën për në rrugë, dhe ja, ylli që kishin parë në lindje u shkonte përpara atyre dhe qëndroi përmbi vendin ku ndodhej fëmia. Por, kur e pan yllin, u gëzuan jashtëzakonisht shumë. Dhe pasi erdhën, pa fëmijën dhe nënën e tij, Marin, dhe së bashku ran përmbys dhe adhuruan fëmijën. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe i dhanë dhurata, arë, temjan dhe mirë. Pasi u lajmëruan në mënyrë hyjnore në ëndër, që të mos ktheheshin te Herodi, u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër.